Vimi nga Gjilani, prej Kosovës, kena me nejt dhe i nesër 5 dite. Për vikend dhe kemi ardhur. Me mamin, teze, hallat, kemi ardhur si parti veç gra. Kënaqeni? Po, shumë mirë. Po na pëlqen. Shumë mira, pastër, rregull, shumë mirë, shumë. Shkoj me vi me makinë, shtun e djerë. Një 4 ditë. Ju rini në shtëpi, në hotel? Në hotel, që të, shke hoteli. Si janë pushtet? Mirë, super. Mirë po kalojna, ku është e mirë, kejtë është mirë. A keni shoqëri të re, njiheni me njerëz të rinj? Jo në ku morë me shoqën tem, me familje, që. Po, kejtë mirë. Se kaloni mbrëmjen në darkë? Mirë, kena dollë muzikë, prumë, që shtu dollë, me shqytit me pak, dikur kanë janë dë këthemi ka hotelit, qështu. Where are you from? From Poland. 8 days, but I think this it's later small days, this Albania, because it's a beautiful place and wonderful beach. People, it's very smile and very good. Prej 97-ën vinë plash në Shqipëri, edhe këtu në Shkambët e Kavajt jam ardhur një 10 herë, 12 herë. E jam kanë edhe Shëngjil, këto 2 vende ku më kanë më shumë. A më shumë për të qenë edhe Shëngjili, po edhe Durrësi, shumë bukur, ma bukur s'ka ma. Ju qëndroni në hotel, qëndroni në banesë, si janë çmimet? Në hotel. Po çmimet aty prej gjeku marrë, normal, para disa vjetëve ka qenë shumë pa pastërtia, se pastërtin nuk e manë në shteti, e manë popli. E manë atone, se e ti e pikët birën edhe e gjunë në rrugë. I am from Poland and I am animator in here. Yeah, animator. Rego Bees coming here and we're doing animation every day, yes. We going to aerobic doing, playing on the beach, playing football, all. And for me, the best are evening because people all the time have fun, doing karaoke, dancing all the time, and it's a perfect in here, really. Albania is the beautiful country for me.